Unë kam thënë, edhe bashkë kemi biseduar, nuk bëhet fjalë më që të ketë forca policore. Kur vendi drejtohet nga një organizatë kriminale, mos pritni që edhe policia të jetë profesionale. Është një polici, siç dihet, patronazhistësh, është një polici militantësh, të cilët armë në dorë nuk kanë ligj, por kanë urrëtitjen politike ndaj kundërshtarit politik. Ne sigurisht e kemi bërë llogari edhe këtë dhe do t'u qëndrojmë përballë se secili prej atyre që po përdor uniformën apo bexhin e policisë së shtetit për të ushtruar dhunë me urrëtie politike ndaj qytetarëve të këtij vendi, jeni të bindur, emër për emër po mbajnë shënim dhe do të mbajnë përgjegjësi. Po, zoti Strazimiri, policia ushtron dhunë në mënyrë të paprovokuar? Gjatë protestës? Unë do të thoja me vendim gjykate, në 100% të rasteve, mos gaboj deri tani, policia ka arrestuar në mënyrë të paligjshme pjesëmarrës në protestë. Kështu që kjo besoj që është një shifër goxha interesante për t'ju dhënë përgjigje dhe nëse ka qenë e provokuar apo s'ka qenë e provokuar dhuna policore në protestë. Një pjesë, po protestuesit a kanë kryer veprime të paligjshme që më pas ka sjellë dhe arrestimin e tyre? Sigurisht. Çështja është protestuesit janë protestues kur dalin 100.000 veta në shesh, sigurisht protestuesit për atë punë dalin atje. Çështja është policia që trajnuar, është i paguar pikërisht të mos sillet si rrugaç në rrugë. Fjala vjen, të mos hedhi, është i trajnuar që gazin të mos ta hedhin xhami brenda. Për atë punë paguhet ai, ta hedhi gazin atje ku duhet ta hedhi. Të mos lag gazetarët me ujë dhe me piper, edhe as mos u hedhi gaz brenda furgonit ku po bëjnë transmetimin. Në qoftë se këtë e bën policia, atëherë po cili do për atyre që ka armatim në dorë, po mund të hedhi në pjatë supës edhe policë. Kështu që duhet kuptoni që pjesa e cilës i duhet kërkuar llogari në këtë marrëdhënie dypaq është policia e shtetit. Është hedhur molotov në drejtim të tyre, zoti Strazimiri, është hedhur molotov në drejtim të forcave të policisë? Nga ana e protestuesve? Po, është hedhur molotov. Po, është hedhur molotov. Çështja është se mënyra se si ka reaguar policia këtu është çështje, thash edhe një përgjegjësi nuk kanë protestuesit, ka policia. Përgjegjësia është e policisë dhe kur arreston protestuesit. Deri tash rezulton gjykatës që ka bërë 100% arrestime të paligjshme. Domethënë ka kapur njerëz skop që kalonin në rrugë dhe jo ata që hedhin molotov. Kjo është mungesë profesionalizmi. Po. Ashtu sikurse është mungesë profesionalizmi. Protestuesve u lejohet të bëjnë gjithçka, ndërsa forcat e policisë jo. Ata duhet të jenë të trajnuar dhe ata duhet ta menaxhojnë. Sigurisht kjo është për atë punë paguan. Protestuesve nuk ju lejohet. Protestuesi shkon në burg nëse ka një polici profesionale. Deri tani nuk kanë kapur asnjë nga ata që kanë hedhur molotov, këtë po ju them. Detyra është e policisë të paguajnë policinë, nuk paguajnë protestuesin në këtë marrëdhënie dypaqe. Në një protestë me 100.000 veta sigurisht që ka dhe njerëz që shkelin ligjin, ka dhe njerëz që janë të acaruar më shumë nga ç'duhet. E konsiderar për atë punë është policia. Dhuna e policisë duhet të jetë proporcionale. Kur themi që duhet izoluar personat të cilët po ushtrojnë akte dhune, kjo nuk do të thotë që të hedhësh gazin brenda në kamera gazetarit, them unë. Apo ta hedhësh gazin brenda në xhami, aty ku po falen njerëzit, ta hedhësh në mënyrë të përsëritur. Kështu që të dyja gjërat, domethënë sa do të thuash që protestuesi për atë punë ka dalë. E qartë. Janë mbledhur 100.000 veta, jo thash, në këtë mënyrë funksionon gjëja. Tu çështja është nuk mund të kërkosh protestues profesionistë që të jenë të qetë, si njerëz që dalin për protestuesit kur dalin kanë një mllef, kanë një arsye për të shprehur dufin. Policia nuk duhet të ketë mllef dhe duf, por një polici profesionale vepron me gjaktësi, duke lexuar ligjin, duke lexuar manualin, duke ruajtur qytetarët dhe protestuesit paqësorë, duke izoluar, duke përpjekur të izolojë, duke ruajtur gazetarët, dhe duke përpjekur të izolojë pikërisht persona të cilët nuk po respektojnë ligjin. Dhe po kryejnë akte.